Aplikacioni Tab Mobile mund të shkarkohet në App Store dhe është në dispozicion të secilit, pavarësisht jeni klient i bankës ose jo. Për momentin, Tab Mobile mund të përdoret vetëm në sistemin operativ iOS. Në këndin e djathtë, poshtë, e keni mundësinë për ta zgjedhur gjuhën në të cilën do ta përdorni këtë aplikacion. Në dispozicion është gjuha shqipe dhe angleze. Aplikacionin Tab Mobile, përdoruesit do të mund ta shpërndajnë edhe në rrjetet sociale, përmes llogarive të tyre personale. Nga momenti që shkarkohet, përdoruesit e aplikacionit, ende pa u kyçur me informatat përkatëse, do të mund të kërkojnë për degën dhe bankomatin më të afërt të bankës Tab për të kryer shërbime bankare. Në hartën e Kosovës paraqiten të gjitha degët e bankës Tab. Dhe nëse klikohet në ndonjërin prej tyre, përdoruesit do t'ju jepet mundësia për të marrë adresën e saktë të asaj dege. Po ashtu, përdoruesi do të mund të klikojë për të marrë edhe destinacionin deri tek dega nga pika ku gjendet. E njëjta procedurë vlen edhe për gjetjen e bankomatit më të afërt. Përfshir edhe dhënien e destinacionit se si të arrini deri tek ajo. Në kutinë me informata, përdoruesve do t'ju jepet mundësia për ta telefonuar bankën automatikisht pa e mbyllur aplikacionin. Në faqen e parë të Tab Mobile është opsioni për lajmet dhe eventet e bankës, ku përdoruesit do të njoftohen për të gjitha risitë dhe aktivitetet e bankës Tab. Përdoruesit mund të klikojnë në cilin do lajm dhe të lexojnë për më tepër detaje të atij lajmi apo aktiviteti. Në opsionin e kampanjave në faqen e parë, përdoruesit e Tab Mobile do të njoftohen për kampanjat më të reja të publikuara nga banka. Në këtë mënyrë, përdoruesit do të mund të aplikojnë për kredi dhe Star Card, duke përfituar nga këto oferta speciale. Detajet e kredis mund të llogariten nga opsioni Kalkulatori në faqen e parë, opsion që po ashtu u ofron përdoruesve mundësinë për llogaritje të valutave dhe normave të këmbimit, të depozitave të ndryshme dhe të gjitha detajeve nëse aplikohet për kredi, përfshir edhe këstin mujor. Në faqen e parë, opsioni Kontaktoni ju mundson përdoruesve një mënyrë tjetër për ta kontaktuar bankën për të dhënë komente apo ankesa të ndryshme. Përsëri, mundësia për ta telefonuar qendrën e thirrjeve do t'ju paraqitet përdoruesve pa dalur nga aplikacioni. Në faqen e parë, ende pa u kyçur me informatat e përdoruesit, klientët mund të aplikojnë për kredit kartel apo kredi. Lehtësisht, mund të aplikohet për kredit kartel duke zgjedhur njërin nga llojet e ofruara, sikur Star Card, Premium Star Card, Agro Card, Business Star Card apo She Card. Pasi përdoruesi e përzgjedh llojin e kredit kartelës, ai ose ajo i shënon të dhënat personale, sikur emri, mbiemri, numri i ID-s, numri i telefonit dhe qyteti prej nga aplikon klienti. Në momentin që klikohet në butonin Vazhdo, përdoruesi do të mund të kontrollojë nëse të dhënat janë të sakta. Në rast se ka nevojë të përmirësoj diçka, mund të kthehet prapa dhe t'i korrigjoj ato. Nëse çdo gjë është në rregull, butoni Dërgo duhet të shtypet. Më pas, aplikimi dërgohet në bankë dhe klienti kontaktohet më tej nga agjentët e bankës. Po ashtu, ngjajshëm mund të aplikohet edhe për kredi, duke e specifikuar qëllimin e kredimarrjes dhe më pas shënohen të dhënat e aplikuesit. Për kryerje të transaksioneve financiare, përdoruesi duhet ta shfrytëzojë fjalëkalimin ekzistues të tij të e-banking. Nëse përdoruesi nuk posedon një të tillë, ai ose ajo duhet të lajmërohet në njërin nga degët e bankës Tab për t'u pajisur me të. Në momentin e kyçjes në aplikacion për herë të parë, përdoruesi do të pranojë një SMS në telefon, ngjajshëm sikur në e-banking. Pasi të shkruhet kodi i pranuar, përdoruesi do të mund të krijojë një nivel tjetër të sigurisë me njërin nga 3 opsionet e ofruara. Fjalëkalimi statik, vizaton një vijë dhe gjurma e gishtit.
Nëse klikohet tek fjalë kalimi statik si shembull, për aktivizim të saj, përdoruesi do të nevojitet ta shkruaj pinin që përdoruesi e krijon dhe nëse përzgjidhet përdor përkyqje në e-banking, ai ose ajo do të përdor atë në kyqet e radhës në vend të fjalë kalimit një përdorimsh që vjen përmes SMS-it. Për ilustrim, do të lidhemi me e-banking nga websajti i bankës TEB. Pasi të vendosim ID-n e shfrytëzuesit dhe fjalë kalimin në telefon, gjithsesi në aplikacionin TEB Mobile, përdoruesi do të pyetet për kontrollim për konfirmim, duke e kërkuar pinin për të vazhduar. E gjithë kjo procedurë do ta shmang fjalë kalimin një përdorimësh dhe përdoruesi lehtësisht do të kyqet në e-banking. Konfirmimi për PIN mund të shihet edhe nëse klikojmë te Smart Key, konfirmim, kur edhe paraqitet pini. Me të kyqur në aplikacion, përdoruesi do të jetë në menyn kryesore, ku do të mund të përzgjedhë se çka dëshiron të bëjë më tutje. Në kryefaqe, përdoruesi do të mund të shetë totalin e aseteve dhe totalin e borxheve. Nëse shkohet më poshtë në këtë faqe, do të shihet bilanci për llogarinë rrjedhëse të përdoruesit, të paraqitur edhe grafikisht për gjatë muajve të fundit. Kurse edhe më poshtë në këtë faqe, mund të shihet grafikisht borxhi i ndonjë kredie të mundshme që përdoruesi mund të ketë. Në totalin e aseteve, mund të shihen të gjitha llogaritë e përdoruesit, dhe nëse klikohet te ndonjëra prej tyre, mund të shihen disa nga detajet e asaj llogarie të paraqitura edhe grafikisht. Nëse rikthehemi në kryefaqe, mund të klikohet për ta parë totalin e borxheve, ku mund të shihen të gjitha obligimet që përdoruesi ka ndaj bankës. Borxhet mund të jenë nga mbi-tërheqja, kredit apo nga starkarta, dhe detajet mund të shihen edhe grafikisht të paraqitura në këtë faqe. Nëse klikohet te kalendari, përdoruesi do të mund t'i shet të gjitha datat ku ai ose ajo duhet vënë re, përfshirë pagesat e obligimeve ndaj bankës. Nga data aktuale, përdoruesi mund t'i shet të gjitha detajet për 30 ditët para dhe pas asaj date. Ngjyra e gjelbërt simbolizon obligimet e paguara, kurse ngjyra e portokallt tregon se obligimi ende nuk është paguar. Nëse klikojmë mbi një datë të caktuar me ngjyrë, poshtë do të ipen detajet se për çka qëndron ajo datë. Po ashtu, mund të kalohen në 30 ditëshin para datës aktuale, ku shihen të gjitha datat me obligim të gjelbërsuara, pasi pagesat janë kryer me kohë. Kurse, nëse kalohet në 30 ditët pas datës aktuale, do të shihen datat e portokallta, që presin kohën për t'u paguar, po që se kthehemi në kryefaqe. Njëra nga shkurtesat është edhe paguaj faturën, ku përdoruesi lehtësisht do të mund të kryej pagesat institucionale nga llogaria personale që e përzgjedh. Po ashtu, përdoruesit mund ta shohin edhe grafikisht rrjedhën e llogarive të veta për 6 muajt e fundit, si dhe borxhin e shprehur në grafikon si përqindje. Opsioni Detajet ju mundson përdoruesit t'i shet të gjitha specifikat dhe detajet e kredive, përfshirë këstin mujor dhe të tjera. Nëse përdoruesi dëshiron, mund t'i dërgoj këto informata përmes emailit, vetës ose dikujt tjetër. Klikimi për detajet të llogarisë do t'ja jep mundësinë shfrytëzuesit edhe për t'i filtruar transaksionet në 7 ditë, 14 ditë gjatë muajit të fundit apo gjatë 3 mujorit të fundit. Më pas, nëse i rikthehemi kryefaqes dhe klikojmë tek llogaritë, mund të shihen të gjitha llogaritë e përdoruesit që i ka në bankë. Klikimi mbi cilën do llogaritë të përdoruesit do të mundsojë që të shihen detajet e asaj llogarie dhe me lëvizje në të gjatë në pjesën lart mund të ndërohen ato. Në të njëjtën kohë, edhe dërgimi i kodit IBAN mund të bëhet përmes SMS-it dhe emailit lehtësisht. Po ashtu, edhe këtu përdoruesit i jepet mundësia për t'i filtruar transaksionet në 7 ditë, 14 ditë, gjatë muajit të fundit apo gjatë 3 mujorit të fundit. Në pjesën e mëposhtme të kësaj faqe, mund të shihen edhe transaksionet e fundit të bëra nga llogaria e përdoruesit. Filtrimin mund ta aplikojmë vetëm për transfere, pagesa për kredit kartel apo t'i kombinojmë disa nga opsionet. Me t'u kthyer në kryefaqe, nëse klikojmë tek kredit kartelat, do të paraqiten kredit kartelat që klienti i bankës i posedon.
Klikimi mbi atë kartel do ta udhëzoj përdoruesin në faqen me më tepër detaje të asaj kartele. Si shkurtesë, në këtë faqe qëndron paguaj borxhin, përmes së cilës përdoruesi do të mund të paguaj borxhin e kredit kartelës së vet ose të ndonjë personi tjetër. Përdoruesi mund ta kryejë këtë obligim duke specifikuar borxhin e mbetur, borxhin minimal të mbetur apo të caktoj shumën që dëshiron ta paguaj. Për ta paguar borxhin e kredit kartelës së një personi tjetër, e gjitha që ka nevojitet është numri i kartelës i atij personi dhe shuma. Aplikacioni do të kërkoj konfirmimin e përdoruesit për ta proceduar kërkesën. Po ashtu, qërsa përdoruesi është në opsionin e kredit kartelës, ai ose ajo mund të aplikoj për kartel shtesë, për rritje të limitit apo për mundësi të tjera të kartelës që banka TEB i ofron klientëve të saj. Aplikimi për kredit kartel është shumë i thjeshtë. Së pari, duhet të përzgjedhet lloji i kredit kartelës, limiti dhe më pas edhe dega në të cilën klienti është i regjistruar. Po ashtu, përdoruesi mund të aplikojë për rritje të limitit të kredit kartelës, duke e shkruar vlerën, rrogën mujore, degën në të cilën klienti është i regjistruar, emrin e kompanisë ku punon dhe pasi të jepet pëlqimi nga përdoruesi, kërkesa dorëzohet në bankë. Në kryefaqe, nëse e zgjedhim opsionin kredit, në ekran do të paraqitet ndonjë kredi aktuale që përdoruesi mund të ketë, ose mund të aplikojë për një të tillë. Nëse klikohet kredia aktuale, përdoruesi do të marrë informata të detajizuara në lidhje me të cilat po ashtu mund t'i dërgojë me email vetës apo dikujt tjetër. Po ashtu, për aplikim për kredi, përdoruesi duhet ta potencojë qëllimin e kredimarrjes, ta shkruaj vlerën e kredisë, emrin e kompanisë ku punon, këstet, degën në të cilën përdoruesi është i regjistruar, rrogën mujore dhe pasi të jepet pëlqimi dhe konfirmimi nga përdoruesi, kërkesa dorëzohet në bankë. Nga menyja kryesore, nëse zgjedhet opsioni pagesat, në ekran do të paraqiten disa nga llojet që ky aplikacion ju mundson përdoruesve për t'i kryer ato. Skano dhe paguaj është njëri nga opsionet ku përdoruesi e skanon faturën, e zgjedh llogarinë nga e cila do ta kryejë pagesën, duke e dhënë një sqarim për të. Për kryerje të pagesave, përdoruesi mund të zgjedhë edhe Star Cardën dhe t'i kryejë obligimet me këste pa kamat. Opsioni tjetër është pagesat institucionale, përmes të cilës mund të kryen pagesat të tjera në institucione të ndryshme në mënyrë shumë të lehtë. Një opsion tjetër është Mobile Top-up, përmes të cilit përdoruesi mund të rimbush llogarinë personale telefonike duke e përzgjedhur operatorin, numrin e telefonit dhe shumën e mbushjes. Pas konfirmimit, kërkesa do të procedohet më tutje. Nëse i rikthehemi menys kryesore dhe zgjedhim transferet, aplikacioni TEB Mobile ofron disa mundësi të transfereve. Pasi të zgjedhim opsionin transfer ndërmjet llogarive të mia, zgjedhen llogaritë e përdoruesit. Shuma e transferit jepet një përshkrim, mund të zgjidhet opsioni ruaj si transfer i shpesht dhe klikohet vazhdo për ta proceduar kërkesën. Klikimi i opsionit ruaj si transfer i shpesht ka për qëllim ruajtjen e të dhënave të transfereve në mënyrë që përdoruesi të shfrytëzojë ato gjatë transfereve të ardhshme. Ngjajshëm mund të bëhen edhe transferet në llogaritë tjera të përdoruesit, në llogaritë brenda TEB-it apo edhe transferet në bankat tjera vendore. Nga kryefaqja, nëse klikohet tek investimet, përdoruesi mund të bëjë blerje dhe shitje të valutave të ndryshme, si dhe t'i llogarisë normat e këmbimit duke e ndëruar valutën. Nëse kalohet tek blerja, do të paraqiten llogaritë me valuta të caktuara që përdoruesi i ka në bankë, të cilat mund t'i shfrytëzojë për investime, duke bler valuta që kanë pasur rritje në vlerë.
nëse përdoruesi vendos që të dalë nga aplikacioni. Ai ose ajo do të jetë përsëri në faqen e parë të aplikacionit. Nëse ai ose ajo dëshiron të rikyqet, e shkruan fjalë kalimin. Në qoftë se përdoruesi dëshiron ta modifikoj apo ta ndërroj Smart Key në tab mobile apo në e-banking, ai ose ajo duhet të klikojë në Smart Key dhe pastaj në Reaktivizo, ku përdoruesi do të pranoj përsëri SMS në telefon si kod për kyçje. Zgjedhet njëri nga opsionet e Smart Key për ridefinim, i cili do të rezultojë në hapje të aplikacionit në kryefaqe. Përdoruesi mund të klikojë tek Përdor përkyçet në e-banking për ta përdorur Smart Key dhe përqasje në e-banking, ose mund ta lë këtë opcion vetëm për aplikacion, duke vazhduar me fjalë kalim një përdorimësh në kyçet në desktop.